të bukrën kohë, me fuqinë kësaj zemre do të këndoj, për këto male, për këtë pushet të gjoj. Mirë mëngjes, atë dhe. Jam unë, ushtari yt që të përshëndes. Përshëndes agimit e tua, o tokë, që buke zemër në jep. Jeta vërshon si një lumë, zjejnë kudo zhurmat e punës. Atë dhe, unë, ushtari yt, të përshëndesot nga aerodromi. Përshëndetjet e mia, leti sjell tek ty kjo erë dhe zhurmë e fuqishme motorësh. E zgjodha këtë mëngjes plot zhurmë për tregimin tim. Do tregoj jo për vete, por për shokët e mi, për ata që vëzhgojnë hapësirat e tua, që qielli kur të mos errësohet. Ata ecin si ecën ti, atë dhe, si një blok, gjithë një drejt, përpara, me hap të zgjatur dhe ballin lart. Ky tregim është rruga jonë. Do tregoj si nisëm dikur nga e para, si çdo gjë tek ne, nga e para. Shumë ka parë të fluturojnë mbi të kjo tokë, edhe zoq, edhe predha, edhe pirat. Ky qielli shqipes gjithnjë ka qenë lakmi, por erdhi një ditë prilli e lindur nga nëndori i kuq që bijtë e shqipes të jenë zot të kaltërsive të tua, atë dhe. E kjo ditë patjetër do të hynte në histori. 24 prill 1951. Rrugë të mbarë shok në fluturime tuaja të para. Mbi këto male ku sot fluturoni, dikur keni shkelur këmbë zbathur, por plot ëndra dhe besim. Partia u bëri zot të tokës dhe të qiellit. Ju e dinit shok, ju e prisnit se do të vinte një ditë kur në duar të kishit aviona të rinj, jo si me ata të cilët e nisit. Ëndëronit dhe kishit besim se nga kjo çantë e thjesht me pak vegla për shërbime teknike do të vinte dita që do të kishit ato që keni sot. Laboratore dhe reparti shërbimi. Klasa jonë punëtore merr pjesë në të gjitha fushat e jetës së vendit, edhe në mbrojtjen e atëverë. Punonjësit e kësaj uzine e ndjen veten të pashkëputur nga shokët e tyre të armës aviatorit. Po, ne ndëronim. Ishte ëndër e vetat dheut. Në aerodrom mbi avionat tanë të parë, ende bënte roje pushka partizane, sepse ende atë dheu koronte plagët. Një dylbi e thjesht, ndoshta plaçk lufte, i shpinte sy tanë tej në horizont. Sa shumë krah, sy dhe vesh në dhe ti parti, dhe ne përgjojmë e vëzhgojmë parreshtur, ditë e natë, popull e ushtri, që në qiellin ton të mos flutojmë në predha e pirat, por drejt qiellit gjithnjë të zgjaten si antena o gjaqe e flamur. Ne sot kemi një sistem mjetësh komplekse të pajisur me gjitha aparaturat e nevojshme për drejtim e komandim.
librat rregulloret si armët nga dora kur si lëshojmë. Vazhdimisht rritim njohuritë tona. Kjo është domosdoshmëri e kohës, e kërkon detyra. Edhe atëherë kur duket sikur pushojmë, mendja jonë, nervat tona gjithnjë punojnë. Motoa jonë është gatishmëri, gjithnjë gatishmëri. Partia për herë na porosit rrim zgjuar. Në rrugën e saj, ne gjejmë rrugën tonë. Sa horizonte hap ajo për ne, sa dyer shkollash hapen sot për ne. Sa gëzohen këta pilot veteran që vëllezërit më të rinj sot kanë shkollën e tyre. Bangat e kësaj shkolle i mbushin bijtë e thjesht të popullit. Studiojnë për avjator ata të cilët në fëmini habiteshin kur mbi fshatin e tyre fluturonin aeroplanët. Pilotët veteran i edukojnë kursantët me frymën e lartë të partishmërisë, që ata të kuptojnë rreth par rëndësinë politike të detyrës që do të kryejnë. Schoenberg thotë, aviatorët janë krahët e hekur të partisë. Prandaj ne themi, në zemër s'mund të kemi gjë tjetër veç partinë. Rruga e baballarëve të tyre, shembujt e guximit dhe të heroizmit i frymëzojnë pilotët e arshëm që të vënë të gjitha aftësitë e tyre në përvetësimin e teknikës aviacionit që të sigurt të marrin në duart stafetën e veteranëve. Është teknikë e komplikuar, kërkon vullnet e këmbguli, e kjo nuk u mungon pilotëve të arshëm, ashtu si nuk u mungon edhe ndihma e instruktorëve të tyre, të cilët mësojnë e jetojnë në çdo çast pranë kursantëve. Këto formula që sot mbushin trasën e zezë dhe fletoret, do të duhen që nesër t'i kesh parasysh në çdo moment. Aviacioni është shkencë. Shkolla është një aerodrom i vogël, klasa, kabinete, laboratore. Ky avion i vërtet sot qëndron i heshtru në klasë. Ai pret që ti ta njohësh, ta mësosh dhe pastaj të dy të çani drejt qiellit. Konkretizimi i mësimeve teorike të marruna në klasë lidhet ngushtë me mësimet praktike në klasat fushore, aty në aerodromin e vërtet. Përvetësimi i artit dhe mjeshtërisë fluturimit kërkon vëmendje të përqendruar. Kjo është karakteristike për pilotin. Pas një përgatitje të vazhdueshme ideopolitike dhe profesionale, vjen pastaj momenti më emocional për pilotin e ri, fluturimi i parë. Të tjerë bij punëtorësh apo barinj të dikurshëm do të ketë sot qielli në gjirin e tij. Këta nuk janë pasagjerë të thjeshtë, por luftëtarë të rinj që i shtohen rreshtave tona. Sot, në betejën e parë, nuk je vetëm, ke pas instruktorin tënd. Sot ti flutron me avionin më të thjeshtë, të shpejtësive të vogla, derisa ti ta mësohesh që nesër, i sigurt, të mbash dorezën e avionit të shpejtësisë reaktive. Teknika dhe shkenca jonë zhvillohet në shpejtësi. Vëllezërve të tu u janë besuar torno, anije, topa, vinça, turbina në hidrocentrale. Një turbinë reaktive të është besuar edhe ty.
Provizionistët bën presion dhe vollën vrerë me mosbesimin e tyre se Shqipëria nuk është e zonja të përgatisë vetë avjator, se qielli ynë do të mbetej pa avion, pa pilot, pa roje. Por këto mbeten tani vetëm dëshirat e errta të tyre. Shqipëria gjithnjë për të rijet, gjithnjë lind, rrugë të mbar, shok, dhe sukses në detyrë, na prisni se pas një viti radhët tuaja do të vim t'i shtojmë edhe ne. Historia është dëshmitare se dikur në këto fusha, mbi fijet e barit shkelnin pak njerëz, kalonin pak rrota avionesh. Ato janë gjurmë të skaluarës. Ne nuk jemi sot si dikur. Pilot do të thot koncentrim vëmendje, vullneti dhe karakteri për të shkuar në rrezik. Ndaj piloti gjithnjë duhet gëzoj shëndet plot dhe aftësi fizike dhe mendore. Me anën e aparaturave speciale, ushtrohet gjithnjë kontroll mjekësor. E vazhdueshme bëhet dhe përgatitje speciale profesionale. Këto e aftësojnë pilotin që të jetë i gatshëm sa herë që të ulet pranë avionit për të filluar detyrën luftarake. Në qiell, aviatori nuk është i vetëm. Ai çdo çast ndjen pranë zërin e udhëheqësit të fluturimit. Ka me vehte mundin dhe kujdesin e teknikut. Ka shokët që i përgatisin të dhënat meteorologjike, prognozën, dëndësinë e ajrit, shpejtësinë e erës. Meteorologjia është motor e aviacionit. Ajo lindi bashkë me të, u rrit dhe u zhvillua në vitet e pushtetit popullor. Organizata e partisë, motori i gjithë jetës në ushtri, orienton dhe udhëheq organizimin me përpikmeni të punës për pjesëmarrjen e të gjithë efektivit, pilot, inxhinier, teknik, ushtar dhe kuadro, në kryerjen e detyrave të luftarake, ashtu siç i kërkojnë rregulloret tona, ashtu si kundër e kërkon disiplina jon proletare. Zbatimi i programeve të përgatitjes luftarake dhe zhvillimi i fluturimeve të mësimore rritin vazhdimisht aftësitë e pilotëve tanë dhe gatishmërinë e përhershme luftarake për kryerjen e detyrës në çdo ditë, në çdo orë, ditën dhe natën. Kryerja e detyrës i kërkon aviatorit fluturim dhe vërejtim në çdo situatë, kudo, ma i malesh apo në gryka. Në këto fluturime, aviatori ynë ka parasysh porositë e shokut e nverë, që të zhvilloj sa më shumë memorien vizuale, do me thënë që syri i tij të bëhet si një aparat fotografik. Atë që sheh në terrenin ton, të aftësohet ta gjejë jo vetëm ditën por dhe natën, në diell apo në mjegull, kur ka hënë apo tufan.
Punë të mbarë, shok i armës. Qoj nga ne përshëndetje shokëve kooperativist. Ne vrojtojmë. Ti sot je i rreshtuar në skuadrën e kooperativës së bashku me bujku, traktoristin, agronomin. Punë të mbarë. Me gjithë se lartë, në ajri, ne asnjëherë nuk e ndjejmë veten të shkëputur nga trualli ynë, nga bashkëdhetarët tanë, shpirti i tyre, sakrificet e tyre na frymëzojnë. Ju jeni me ne, e ne jemi me ju, shok. E si të mos qajmë në cingërimat e ajrit të ftohtë, kur ju atje poshtë qani dëborën dhe tokën për të nxjerrë qymyr, hekur, naft, krop. Qyteti fla. Dritat vezullojnë si yje. Si për këtyre yjeve, kalon rruga e aviatorit. Gjigjitë të vlente më shumë se jeta e bashkëdhetarit tim. Piloti në këtë raste është një mik i dytë, është shpëtimi i jetës së kësaj punëtorie të thjeshtë, sepse është avion i popullit, i klasës. E kush mund t'i ndronte këto në të kaluarën? Sa herë i ka takuar pilotit që përveç detyrës luftarake të shkoj edhe në ndihmë të popullit punonjës. Atë ditë binte shi. Erë të zeza mbulonin hapësirat. Deti kërcenon të anijen që kishte pësuar defekt. Por ekuipazhi nuk epej. Ata ishin bashkohës të ademit, myrtezait, e kuranit. I rezistuan furtunës dhe nuk lejuan që anijen ta përpinin thellësitë e detit. Për të likuiduar defektin, me gjithë kushtet e vështira atmosferike, pilotët tanë, pa hezitim, me guxim e quan helikopterin në koordinatet e dhëna. Kështu pilotët tanë treguan edhe njerë se ata nuk e ndajnë asnjë çast mbrojtjen e Deut nga gatishmëria e tyre për të luftuar në një front me punonjësit e vendit tonë. Asnjëherë nuk e ka ndjerë ndihmën e ushtrisë ky popull, veçse nga ushtria e pjellë prej tij. Sa herë i është dashur popullit ton të ngrerë pushkën drejt barkut të avionit armik. Kohët kanë ndryshuar. Aviacioni ynë sot sjell maj këtyre gërgjeve motorin për dritë elektrike, dritën e partisë. Dhe banorët ngren lart portrete dhe johojnë me urra për këtë parti, për këtë ushtri. Që punën pajësore të popullit ton, askush të mos e cënojmë, ne gjithnjë vigjilojmë, vëzhgojmë dhe stërvitemi pa ndërprerje. Kjo është detyra që ne kurrë se harrojmë. Aviacioni luftarak është pjesë e pandare e ushtrisë. Ai në bashkëveprim me llojet e armëve të mbrojtjes kundër ajrore, kryen detyra të rëndësishme për thyrjen e sulmeve ajrore të aviacionit armik, si dhe për mbulimin dhe mbështetjen e veprimeve të trupave tona. Me qëllim që stërvitjet luftarake të zhvillohen gjithnjë në përshtatshmëri me kërkesat e artit luftarak,
Arma jone aviacionit është pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme nga më moderne. Stërvitjet luftarake kërkojnë nga aviatorët tanë rigorozitet dhe veprime të ngjashme me ato të një lufte të vërtetë. Ato kërkojnë veprime të koordinuara drejt dhe me përpikmëri me të gjitha llojet e armëve luftarake. Ne sot stërvitemi për të qenë gati në çdo moment. Dhe në ardhë të qasti që tyat dhe armiqtë e pabes të guxojnë të prekin, atëherë ne pa mëshirë do të derdhim kundër tyre të gjithë potencialin ton. Hekurit do t'i përgjigjemi me hekur, zjarrit me zjarr. Ne jemi betuar atë dheut se jeta jonë është e tij, se do të mbetemi gjithmonë ushtar të idealeve të partisë. Ne sot stërvitemi që nesër po ta lyp nevoja, armikun ta godasim aty ku ai nuk e pret dhe me sulmin ton të parë. Me sulmin e parë bëhet intensive nga të gjitha drejtimet e kombinuar me precizion e me zjarr të dëndur. Mbrojtja e atë dheut kërkon nga ne që vazhdimisht të rritim dijet tona, që të përvetsojmë gjithnjë artin luftarak. Kjo kërkon stërvitje të vazhdueshme, guxim dhe aftësi fizike. Kërkon rreth të parë qartësinë politike. Ja kështu janë llogoret tona, të tilla janë transhet tona. Duhet të stërvitemi që të bëjmë qitje edhe nga ajri mbi shpatullat e huajit dhe si breshër të derdhim mbi të predhat tonë. Desantët ajror, ushtar guximtar. E kush nuk ngre kokën kur shesin në qiell zbardëllojnë parashutat tuaja. Ju hidheni nga lart e në krah ju pret atë dheu. Stërviteni që nesër në luftë të lëshohi me precizion mbi armikun. Të dilini atij në befasi, kudo, në fush apo në mal, në gërgje apo në thepa. Terreni ku ju stërviteni është toka juaj, është vendlindja juaj. Ju duhet ta njihni mirë atë, të dini çdo guf, të njihni çdo shkurre apo rrëpir. Forcën e gjallë dhe armatimin e çdo lloji të këmbësorisë, aviacioni ynë e shpije në kohën e urdhëruar nga komanda në çdo terren, sado i vështirë qoftë ai. Luftëtarët tanë duhet të zënë pikat dominuese dhe lartësitë. Duhet të mësohen të veprojnë me guxim, shpejtësi dhe gjaftësi.
vëllezërit e tyre pilot i shpihen ata nga njëra gryk në tjetrën, nga një majmali në tjetrën. Të shumta janë detyrat tuaja, shok të mi të aviacionit. Helikopteri juaj mbart mortajnë me barot për armikun, mbart edhe shokun e plagosur të llogores dhe me shpejtësinë tuaj ju vdekjen e ktheni në jetë. Të gjithë si një trup, tankist, këmbësor, marinar, artilier, kimist dhe inxhinier, të gjithë për mbrojtjen e dheut dhe bashkë me ta, vëllezërit e pandar, shokët e mi pilot, në të njëjtën llogore bashkë me popullin. Kur themi se populli është në fuqi, kur themi se populli mbron atë dheun, ne duam të themi se tornitori është edhe tankist, se minatori është edhe inxhinier, peshkatari i thjesht është edhe një marinar i zoti, se tezjaistja apo arsimtarja është edhe një ushtare që di e zotëron armën në postin ku e lypat dheu. Eksperienca e luftës popullore është bërë një pasuri për llojet e luftimit të avjetorëve tanë. Partizanët tanë të luftës nacional-shërimtare kishin taktikën e tyre të luftuarit. Ata çfaqeshin befasisht, goditnin papritur dhe largoheshin si hera. Mbi këto parime stërviten edhe partizanët e ajrit. Ata stërviten për të njohur mirë terrenin, luginat, grykat, stërviten për të zbuluar armikun, për t'i dalë ati në befasi dhe t'a godasin në kohën dhe në drejtimin nga i nuk e pret. Këmbimi i eksperiencës dhe i përvojës me shoku-shokun i aftëson më tepër dhe i bën që të zbulojnë mundësi e rrugë të reja. Të ditë në start ishte bardhyli. Fluturimet vazhdonin. Të gjithë stërviteshin, punonin, çdo ditë zjejnë dhe gumëzhin e aerodromet tonë. Ato janë dëshmitare të punës palodhur të aviatorëve tanë, janë dëshmitare edhe të ngjarjeve që tregojnë qartësinë politike dhe shpirtin e sakrificës të njerëzve tanë. Edhe ndërlidhja me tokën u pre. 16 nuk përgjigjen.
Sa shqetësime dhe ankth ngjallja të ditë kjo ngjarje. Të gjithë shqetësoheshin për jetën e shokut, por dinin edhe një gjë, se në gabinën e atij avioni të heshtur rihte një zemër e njeriu ton të ri, të njëjtit ideal. Për rreth 10 minuta heshti motorin në ajër, por avioni nuk u braktis. Piloti e uli përsëri në aerodrom. Ky ishte piloti i ri 22 vjeçar Bilal Sina. Po që rëndësi ka këtu emri? Rëndësi ka ndjenja patriotizmit, shpirti i sakrificës për të flijuar edhe jetën kur e lyp nevojë e mbrojtjes së pasurisë së popullit, kur e lyp detyra. Kështu na mëson partia Schopenberg. Dhe kështu ditët rrjedhin njëra pas tjetrës. Shokët e mi punojnë, mendojnë e jetojnë me optimizëm. Të gjitha kushtet u janë krijuar atyre, edhe për punë, edhe për shlodhje, edhe për të studiuar. Në faqet e librave, ata gjejnë vrullin revolucionar, mësimet e partisë. Ndoshta veshje e tyre dhe qëndrimi gjithnjë pranë zhurmës së avionave i paraqet pak të ashpër për shokët e mi pilot, por po t'i njohësh nga afër, do të dallosh se ata janë edhe shokë të mirë, edhe bashkëshorë të sjellshëm, edhe prindër të kujdesshëm. Ne e dim se jetën tonë, vrullin tonë, përpjekjet tona të drejta, armiqt i kanë halë në sy. Ndaj gjithnjë shok, ne duhet të rrim me sy e vesh ngrehur. Armiku le ta di mirë se ne nuk flem, se ore qast mendja jon rreh për detyrën që na është besuar. Sa aerodromi ne kemi shtëpi, shok më të afërt kemi armën, avionin ton. Ai qëndron i gatshëm atje në pistë dhe ne të gatshëm këtu pranë tij. Ja si vjen momenti, alarm. Dhe alarmi do shpejtësi, do qëndjen tënde aty pranë detyrës që ke, pranë postit tënd luftarak. Dikush ka guxuar të prek hapësirat tona, të prek kufirin ton. Kjo që po u tregoj, është një ndodhi e vërtet vite më parë. Me qiellin ton të kaltërt, u duk një njoll e zezë. Ai duhet kapur. Dy shigjetat tona çan ajrin. Ja i, armiku i zi si vetë qëllimet e tia. Çifti tjetër qëndron i gatshëm aty në tokë. Edhe ai sinjal pret. Megjithëse e din mirë se shokët e tyre në ajër do ta kryen detyrën. Syri ton nuk i shpëton dot më. Tani nuk ke ku shkon. Këto kuadro le të kujton armiqve tanë se ky vend ka zot, se kanë perënduar një herë për gjithmonë ato kohra kur ata loznin me fatet e popullit ton. Kjo markë amerikane, apo çdo markë tjetër që ka shkelur hapësirat e Republikës Popullore të Shqipërisë, këtë fund ka patur dhe kështu do të përfundojnë. Për këtë ne qëndrojmë në vëzhgim të paprerë. Armët tona të diktaturës së proletariatit, ne gjithnjë i kemi gati. Ne nuk do të lejojmë mbi tokën e atë dheut ata që duan t'i rrëmbejnë lumturinë popullit ton. Ne nuk do të lejojmë që fëmijëve tanë të rrëmbejnë gëzimin e jetës së lirë që ne vetë po a ndërtojmë.
Aviacioni ynë feston më 24 prill 1971, 20 vjetorin e krijimit të tij. Efektivi reparteve tona e pret 30 vjetorin e themelimit të partisë dhe kongresin e 6 të saj, me detyrat realizuara dhe me premtimin se ashtu si thot shoku Enver, çështja e mbrojtjes së dheut do të predominojnë mendjen, zëmrat dhe ndërgjegjen tonë. Gjithnjë do të jemi në vëzhgim të paprerë.